Gazetari i njohur shqiptar Marin Mema ka reaguar ashpër ndaj presidentit të Shqipërisë Bajram Begajt, duke ngritur akuza të forta dhe duke denoncuar me tone të ashpra disa qëndrime. Mema e kritikon mënyrën e formimit të qeverisë së re duke e krahasuar atë me të Bangladeshit. Madje tha se, derisa shqiptarët po ikin, ata po zëvendësohen me punëtor të Bangladeshit. Ai tha se edhe tradhti ndaj kombit të kujdesesh për xhepat e politikës së jo të qytetarëve. Në vend që të flasë për hallet e shqiptarëve, presidenti e kërkon kryeministrit të qeverisë teknike të Bangladeshit, Mohammad Yunus, të sjellë punëtor nga vendi i tij. Pra, le të ikin shqiptarët se do i zëvendësojmë me Bangladeshas. Kjo nuk është mbrojtje e kombit, kjo është tradhti ndaj tij. Kjo është të kujdesesh për xhepat e politikës dhe biznesit, jo për të ardhmen e shqiptarëve, shkroi gazetari në Facebook. Në vim shkrimi i tij plot, Presidenti i Republikës së Shqipërisë nuk e ndjen dhimbjen e shqiptarëve që po ikin çdo ditë, nuk shqetësohet për qytetarët që po zbrazen dhe fshatrat që po shuhen, me sa duket vizioni i tij global e ka bërë të harrojë interesat e vendit që përfaqëson. Në vend që të flasë për hallet e shqiptarëve, presidenti i kërkon kryeministrit të qeverisë teknike të Bangladeshit të sjellë punëtor nga vendi i tij. Pra, le të ikin shqiptarët se do i zëvendësojnë me Bangladeshas. Kjo nuk është mbrojtje e kombit, kjo është tradhti ndaj tij, kjo është të kujdesesh për xhepat e politikës dhe biznesit, jo për të ardhmen e shqiptarëve. Me gjithë respektin për popullin e Bangladeshit, unë sot dua mbështetje për shqiptarët, vende pune, ekonomi të qëndrueshme, mundësi të vërteta për të rinjt që po ikin me valixhe në dorë. Kjo duhet të jetë detyra e çdo shqiptari që mban mbi supe emrin Presidenti i Republikës së Shqipërisë, dhe nëse ai nuk e ndjen këtë përgjegjësi, atëherë nuk përfaqëson dot as popullin e vet, ka shkruar Marin Mema.